me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Kur të shkryhet qielli, dhe kur të rrëzohen derdhën yjet, dhe kur përzihen detrat njëri me tjetrin, dhe kur të rrotullohen varret, çdo kush do të di për veprat që ka punuar dhe lëshimet që ka bërë. Po njeri që të mashtroj ty që nuk i besove Zotit tënd bujar, ai të krijoi ty dhe bëri që ta kesh në formë të harmonizuar tër organizmin. Dhe çfarë forme dëshi ai të dha? Jo. Kursesi, ju po e konsideroni besimin gënjeshtër. Me të vërtet ka rojtar për ju, që janë të nderueshëm tek ne, që i shënojnë veprat tuaja, din çka punoni. Të ndeshmit, me të vërtetë do të gjenden në xhenet, kurse fajtorët, me të vërtetë do të gjenden në ster. Në ditën e Kiametit ata do të digjen në zjarr, dhe kur nuk do të dalin prej tij. Kush të shpjegon ty për ditën e Kiametit? Dhe edhe një herë, kush të shpjegon ty që është dita e Kiametit? Ajo është ditë kur askush nuk mund të ndihmojë ndokujt asgjë, atë ditë pushteti tëra është vetëm i Perëndisë.